për na fëmija në diasporë me marë, se na jena e ardhmja e Kosovës. Kjo është diçka që mendoj çdo ditë. Tash përkundra se unë jam feministe dhe jam feministe shumë krenare. Në shoqërinë tonë, komunitetin shqiptar, femna nuk mundet mu qeli dhe me thonë dostane që ka qef, nuk mundet me konë vetvetja në çdo rast. Për mu mbijetesa e realitetit është me konë vetvetja, mos me hesht hiq zonën, me thonë që ki qef me thonë, edhe mos më tut hiq. Po komuniteti, se unë jam rritë në diasporë, komuniteti në diasporë është pak me mshelt, edhe na e kena adetet këtë një heshet në vetës, në luftin a dalë, për qatë arsye që une munduna me konë vetvetja. Jam shumë e qelt, për jam edhe nuk është rebele me konë vetvetja, edhe pse... Leonarda, kur vjen Kosovë i përmende këto adetet që ju kanë mbet, kur vjen Kosova, i shenë ndryshime që s'ka mu adetet si dikur? Po, shumë ndryshime, unë e gjithë menoj edhe jam shumë... A i kritikon familjartë? Tmi po, i kritikoj shumë, po jam shumë e lumtur që e kom po Kosovën që ka jetë shumë përpara, edhe është një mësim për na fëmija në diasporë me marë, se na jena e ardhmja e Kosovës, se fëmija diasporës, se gjenerata që rritën këto, jena krejt e ardhmja Kosovës. Qka është një tradit